Bashkëdhetar, ja ku jemi përsëri së bashku. Sot kemi ardhur në një panair që ndodh për herë të parë, traditat shqiptare që kanë gatim në këto të brumi, siç kemi në ato byrekun lakrorin, petullat e shumë gjëra të tjera, por e gjithë kjo mrekulli po ndodh për herë të parë në Filadelfia. Ne kemi qenë dhe herë të tjera. Kështu që ne kënaqësia është sepse kemi një njeri që i përket gazetarisë që ne të gjithë e njohim, është Eva Dori, që organizon dhe shumë njerëz të tjerë të komunitetit shqiptar këtu në Filadelfia. Kështu që miq, vazhdojmë të eksplorojmë të gjithë këtë aktivitet së bashku. Nderuar miq, ashtu sikur se ju thash dhe pak më parë këtu afër kemi organizatorën, por jo vetëm e kësaj. Kemi mësuar që këtu ka pafund aktivitete dhe për më tepër për ju s'është e para. Jo, për mua nuk është e para, është një eksperiencë 25 vitesh në Shqipëri dhe mendova duke u takuar për ditë me këto anvisa, u poqën kushtet për të quajtur kështu panairi i parë. Kur ka nisur kjo? Le të themi para 8 vitesh, kur ne bëjmë ato. Kjo e gatimit? Kjo e gatimit është e para. E para. Kur e menduat se duhet veni? Ishte festa e ballokumës, kur ne filluam të shkëmbeni ballokumet me njëra tjetrën dhe përveç se ballokumës ne sollëm edhe të gjitha gatimet tradicionale shqiptare dhe thashun prit. Këto e përmbushin të gjitha pikat për të realizuar kështu një panair. Dhe siç e shikoni sot, gjithë Filadelfia është duke festuar ndryshe, është një fundjavë tërësisht shqiptare. Sot e shohim komunitetin shqiptar të Filadelfia më së shumti. Unë kam ardhur shpesh këtu, por kisha para pandemisë, domethënë ka qenë era e fundit, po shoh shumë shqiptarë. Si e pritën kur morën vesh për një diçka të tillë?
Komiteti shqiptar i Filadelfias është një dashuri më vete. Unë jam shumë krenare që shpesh në fillimet e mia dua të ikja sepse nuk i gjeja ku ishin shqiptarët, po është shoqata Bite Shqipe, se cila është ajo mëma që i mbledh të gjithë dhe aty ne hedhim idetë dhe fillojmë që t'i realizojmë ato. Dhe sot jam më shumë se kurrë janë të gjitha këto anvisa të cilat sot kanë dalur me emrat e tyre të biznesit, pra kanë qenë një shtazanie gjatë mendimesh, le të themi, për të arritur deri në këtë ditë. Nuk mund të themi që është si ato panajiret e Shqipërisë të cilët kanë të shkëlqimin e dur, por më mirë vonë se kurrë. Ne jemi në baby step, pra jemi në hapat e para dhe të gjitha ju që më ndiqni, kudo që të jeni në diasporë, bëuni së bashku, sepse duke qenë kështu së bashku promovohemi edhe marrim dha të kënaqësim, se duhet mbetemi vetëm thjesht anvisa për sabepe familjare. Ne mund të kënaqim gjithë këta burra të cilat shkojnë në punë dhe thoan, të kisha një copë byre kanë duart e nënës time. Cilat janë ato më të veçanta që sot janë paraqitur? Atëre, unë do doja të veçoja Zanën, e cila sjell tipike Korçën. Dhe po të shikoni Zanën, Zana e ka marrë seriozisht prezantimin në Panajir, ajo është veshur me kostum popullor dhe Zana është fituese. Le të ndjekim, le të shkojmë. Zana është fituese e çmimit të parë për byrekun më të mirë dhe janë të gjithë komiteti që e votuan, por Zana çfarë ofron? Ofron tjerësisht Korçën. Ofron petkat e Korçës, tranan e Korçës, byreku i cili mua më ka bërë që ti nuk duhet largosh nga Filadelfia nëse do t'i ruar copat e byrekut. Megjithatë Zana, ne do të flasim me Zanën më vetë, po sot në këtë moment do të saktë do na shpjegosh vetëm këto detajet dhe ne do të ndalemi gjithsesi. Po. Atëre Zana, të gjitha anvisat të cilat nuk kanë kohë të gatuajnë, do t'i gjejmë petkat e Zana. Dhe ja ku janë petët këtu. Këto peta të freskëta që unë i kam xhiruar dhe kanë këtë aromën e mrekullueshme të miellit Ola. Kemi këtu kadaifin e Zanës, petkat, kjo është revania. Është një revani e cila ata që e blen një herë kthehen gjithmonë krijon varësi nga revania. Pastaj kemi byrekët të cilët janë të larmishëm. Specialiteti i Zanës janë byrekët e Korçës dhe me lakra, me hithra, sepse jemi tani me këto shëlliqet e Stinës. Por ai që është më i klikuar dhe më i kërkuar është byreku me gjiz, byreku me patate, byreku me fasule e çfarë nuk kemi ne këtu. Dhe më pas kalojmë te petkat e Korçës, kemi shumë vajza shtatzane që në momentin e parë kur unë i postova për herë të parë, direkt e thuan, dua petkat e Korçës, prandaj gjitha korçaret janë këtu tek Zana. Më pas petullat e gjyshes, këto petullat të cilat janë shumë të kërkuara nga komuniteti shqiptar sepse kusht cili nga ne nuk është rritur me petullat e gjyshes. Kështu që unë falenderoj Zanën, petullat janë shumë të lira, harxojnë shumë kohë, megjithatë Zana e bën këtë vetëm për të qenë sa më pranë, më in me komunitetin shqiptar. Dhe kjo duarart e cila meriton vetëm gjithmonë pesye dhe unë do doja që këtë traditë mrekullueshme Zana t'ia përcjelli dhe fëmijëve të saj, të cilët i kanë të gjithë me rezultate të shkëlqyera në mësime, pra është një nën shëmbullore, e cila përcjell jo vetëm traditën e Korçës, por dhe modelin e një prindërimit të shkëlqyer. Dhe unë tani do të ndaloja te kjo tavolinë, e cila vajza është shqiptare, është Deajda e cila së shpejti, ajo tashmë ka kanalin e saj të YouTube-it, është një ndër nxënësit më të mira të gjuhës shqipe këtu në Filadelfia dhe së bashku me babain e saj, me Bernardon, janë të dy, le të themi, artistë. Ata gatuan me dashuri, por duan më shumë artin. Shumë shpejt ata ndoshta mund të kenë dhe show-n e tyre, sepse është një kombinim shumë i bukur, bab dhe bi. Çfarë bëjnë të dy? Dea në Lushje dihet që në Shqipëri është me çela i famshmi dhe unë jam kaq e lumtur që Dea fitoi çmimin me çela, pra konkursit më të mirë të byrekut të fëmijëve. Dhe këtu kemi dhe Trileçen, ne jemi duke menduar, nuk e di, është ai mendimi im që e keni gjetur emrin apo jo? Akoma. Isha në Shqipëri dhe më shkoi në mendje, ishte një restorant që quante Salezet. Dhe kjo Trileçe është Salezet. Pra, bab dhe bi, ata nuk eksperimentojnë me shumë ëmbëlsira, ata dinë të bëjnë më të mirën dhe kjo është më e mira në Filadelfia. Të gjitha, sidomos ndalojnë prapë të shtatzanat. Nëse ato do duan një gjë të mirë, zgjedhin vetëm Trileçen e Deajdës dhe babit të saj Bernardos. Ju falenderoj sepse e shikoni vetë. Akoma Panajiri s'ka filluar dhe tepsia e parë mbaroi. Dhe tani do të vi këtu në një tjetër
jam shumë e lumtur që kanë edhe fotograf, është Barbaroz. Këtu kemi Libohovën, pra harta gjeografike hapet dhe shëtisim. Ikim nga Korça, ishim këtu në qytetin e Lushjes dhe nga Tepelena, sepse babai i Ajtës është nga Tepelena, i ka duar të arta, vjen nga një familje, mamaja e tij Luli gatuan luma i që është mik në shtëpinë e Lulit, dhe genetikisht Bernardo e ka trashëguar nga nëna. Dhe vim përsëri në jug, dhe vim këtu në Libohov. Jam shumë e fat që këtu kemi vetëm Borzilok, por nëse do të shkosh në shtëpinë e Libohovës, ju do të shikoni Barbaroz, atë erën e mirë të Barbarozës, dhe më vjen mirë që këto zonja të jesh në Filadelfia dhe të konkurosh, të hapësh ti një faqe për ëmbëlsira dhe të vish me emrin Barbaroz, kjo do guxim. Por ashtu siç kanë guxim, ato sillin dhe cilësinë. Kështu që Barbarozi është, le të themi, një ndër pikat e cila është përqafuar nga komuniteti shqiptar i Filadelfias dhe po shëtit kudo. Barbaroza janë zonjat të cilat sjellin traditën e mrekullueshme të Libohovës. Dhe në momentin e parë kur kam shkuar në shtëpinë e tyre, jam habitur kur kam parë një vjerë e cila gatuante bashkë me nuset dhe me vajzat e saj. Barbaroza quhet për ëmbëlsirat të cilat janë baklavat, trileçet, megjithatë ne mund të shikojmë të gjitha këto të pasqyruara këtu. Është Maria dhe Keti, të cilat janë të dyja kunata, janë të dyja biznesmene të realizuara, dhe pse Barbarozi ka sukses këtu në Filadelfia? Sepse të dyja zonjat janë biznesmene, por ato i quajnë shplodhi, relax, dhe në momenti që ti gatuan ëmbëlsirat, jo për të shitur, por thjesht për të sjellë cilësi, dihet që ato kanë gjithmonë në suksesin e tyre. Dhe unë dua t'i falenderoj zonjat e Barbarozit, të cilat gjithmonë sjellin diçka e cila mbetet në mendje. Edhe ndalojmë përsëri këtu, është kjo tavolinë, është Globus, Interglobus Press, e cila ndihmon pothuajse komunitetin shqiptar të Filadelfias me botimet dhe me printimet. Një tjetër moment interesant është antologjia Lulet e Majit, ku kemi të bëjmë një libër, ku kemi përfshirë këtu 20 poeteshat e diasporës, dhe libri, siç e shikoni, tavolina mbaroi shumë shpejt sepse u thye një rekord shitjesh. Gjithmonë vajzat e Lulet e Majit është gjithmonë kënaqësi për mua, dhe tani do të ndalojmë te Glass Design. Jam shumë e lumtur që këtu në Filadelfia ka ardhur biznes nga Florida. Të vish nga Florida do thotë që ti kerë dhe kujdesesh për komunitetin shqiptar të Filadelfias. Janë miq tanë të cilët patjetër me çmimet nga më të ulta të tregut, me çmime konkurruese, por jo në cilësi, ata cilësinë e kanë nga më të mirët, ata sot vinë dhe sjellin pikërisht për komunitetin shqiptar dizajnin e xhamave. Më pas ju do ta intervistoni, do të shikoni eksperiencën që ka. Është një ndër, le të themi, kompanitë më serioze, bizneset. Është një ndër bizneset më të rëndësishme dhe më serioze që ofron për komunitetin shqiptar të Filadelfias, dhe ajo që më bën gjithmonë përshtypje është që ky staf gjithmonë tregon kujdes për komunitetin shqiptar. Mira është një ndër vajzat e cila ka sjellur revolucion, le të themi, këtu në Filadelfia në lidhje me biznesin, sepse ajo nuk mbetet vetëm thjesht duke shërbyer klientelës, por ofron edhe kurse trajnimi. Pra Mira mendon shumë shpejt mund të kemi edhe një shkollë e cila mund të ofrojë kurse për të mësuar dhe për të shifikuar vajzat të cilat nuk kanë mundësi dot që të ndoshta të vazhdojnë arsimin, por të kenë mundësi që të kenë një profesion. Pra Mira i ka këto skillset dhe unë jam kaq e lumtur që Mira është e pranishme në këtë panajir, sepse Mira nuk merret vetëm për kujdesin estetik, por Mira ofron, siç e thash edhe një herë, revolucionin e botës së make-upit dhe të artet. Ju më pas do të shikoni tek Mira se sa ajo është gati për të qenë një lider në botën e artit, në botën e bukur të make-upit, për të thënë të gjithave se sa e rëndësishme është që të tregojmë kujdes për veten. E veçanta e Mirës nuk është vetëm se ti merr trajtimin e saj, por ajo ka edhe një trajtim të mrekullueshëm psikologjik. Mira, të dua shumë dhe të uroj suksese në gjithë biznesin tënd. Jam shumë e lumtur që pjesëmarrëse kam edhe kompaninë Siqesa me vajin e ullirit, me produktet e ullirit. Siqesa, le të themi, është dashuria ime. Pse? Sepse e kam ndjekur direkt në prodhim. Kam patur fatin e madh që të shkoj dhe të takohem me personazhin të cilin ka filluar ta dojnë gjithë shqiptarët këtu në Filadelfia. Është i nderuari zoti Ismail, i cili ka vënë shpirtin tek vreshtat e tij. Ajo çka është e veçantë tek këtij vaji, të cilin unë e dua shumë, sepse edhe Margarita Xhepa nuk përdorte asgjë tjetër, vetëm vajin e ullirit Siqesa. Me atë bukurinë e saj 91 vjeçare, sekreti i saj ishte pikërisht
produktet e mrekullueshme si qesa. Siqesa ka sukses në komunitetin shqiptar të Filadelfias sepse jo vetëm se ofron një cilësi vaj të mrekullueshme, por ata janë shumë gjentil. E din që të këtu në Amerikë ne të gjithë vrapojmë, kështu bën dhe siqesa pas ne. Ne vrapojmë në përpunë dhe siqesa vjen në shtëpi tona. Pra na kursen kohën dhe me çmimet nga më të konkurrueshme në treg, siqesa vjen me vajin e ullirit, me ullin, të cilët unë edhe tortën e ha me ullin, apo jo. Është shumë e fat që në këtë panajir unë të kem një përfaqësues të tillë dinjitoj serioz, i cili shumë shpejt jam e sigurt që ka për të pushtuar jo vetëm Philadelphia, New York, New Jersey, por e gjithë diaspora do të ketë anvisat shqiptare do të gatuajnë vetëm me siqesan. Unë dua t'i falenderoj sepse është shumë e vështirë që të vish nga Pojani dhe të vish në mënyrë kaq elitare dhe profesionale. Nuk është e lehtë, por ata i pranojnë sfidat, është një familje e cila çdo ditë është në kërkim të cilësisë dhe mbaj mend kur më thot Ismaili, i thash që si bën që ullinët e tu janë më të mirë dhe kishin atë ngjyrën e jeshile dhe ishin ato degët e ullirit ishin plot, domethënë mua më mbush zemra dhe tha, qëllimi im është që ky vaj, çdo pikë vaj që do të dalë nga kompania ime, unë e mendoj një lloj sikur për fëmijët e mi. Pra, nuk kemi hile, një vaj 100% shqiptar, një vaj bio, një vaj i cili të merr zemrën dhe ti di që para se të flesh je ushqyer shëndetshëm me vajin e ullirit siqesa. Të falenderoj gjithë stafin e mrekullueshëm të siqesës dhe do t'i uroj vetëm suksese. Atëherë me sa shohim neve kemi goxha, por unë do desha tash sikur ti marrim mendimin këtyre, aktivitetin e tyre, gjithë secilin për të qenë sa më afër dhe më të shpjegueshëm, sepse kemi shumë shqiptarë dhe nuk i dinë të bëjnë pjesë të gjithë këtyre produkteve, këtyre gatimeve, kështu që si thua ti Eva? Çfarë është e veçantë shumë për këtyre bizneseve? Për shembull, Landi ka një profesion krejt ndryshe, por ai është një fëmijë i mirë. Këtu është për të bërë realitet ëndrrën e babait të tij. Landi është një ndër inxhinierët më të mirë të diasporës, le të themi, por është këtu në kohën e tij të lirë sepse është djalë babai. Do që të bëjë ëndrrën realitet të babit apo jo? Isha të falenderoj komunitetin e Filadelfias, shqiptarët të gjithë në Philadelphia, New Jersey, kudo në Pennsylvania, sepse vërtet në kam mbështetur dhe nuk e dija ti kishte ka shumë shqiptarë një herë këtu. Jam habitur me mira shqiptarë që kanë marrë edhe vazhdojnë marrin vajin ton, edhe neve gjithmonë do vazhdojmë çdo vit ta sjellim vajin e Shqipërisë, sepse është vaj i origjinal, nuk është i rafinuar si vaj, edhe është vaj, më thëmë, bio, është vaj shumë healthy, edhe ullin kemi pasur suksese, jo vetëm me shqiptarët, por edhe të huajt i pëlqejnë shumë ullin shqiptar, sepse kanë shijen e tyre, kanë pak i dhërim, kanë shije ulliri, nuk janë si ullin të supermarketit, që janë turshi pa shije pa gjë. Këta kanë shije ulliri shqiptar që vetëm ky lloj ulliri vetëm në Shqipëri prodhohet. Nuk prodhohet në asnjë vend tjetër. I përkasin këto ullinj. Këta janë nga velindja ime, nga furja një fierit, që është pjesë e Mallakasës, zonës së kodrave të Mallakasës. Po. Edhe kjo, edhe toka ka të bëjë se është tokë, kemi edhe tokë të kuqe, edhe tokë argjilore, edhe tokë pjellore, tokë gri. Është qendra juaj Qendra, shikon, neve në Amerikë kemi disa qendra, kemi në Brooklyn, kurse këtu kemi të Cafe Dajti, kemi ullin, Ish Cafe Tirana, kemi ullin, Aris Cafe, kemi disa vende që kemi këtu në Philadelphia. Po gjithsesi bëjmë home deliveries, shpërndajmë vaj dhe ullin. E keni edhe online. Edhe online, të faqja. Mirë, unë ju uroj aktivitetin tuaj që keni ardhur kaq afër me komunitetin, kështu që të shpresojmë që të ne kemi dhe shumë produkte të tjera shqiptare. Ja kalofshi mirë. Miq të nderuar, siç thamë edhe pak më përpara, ne do ndaleshim në të gjithë. Ju jeni nga Korça, jeni patrioti im, ju ku konkretisht prej nga jeni brenda në Korça apo në to Nga fshatrat në zonat e Korçës. në cilat? Nga Lekasi. Nga Lekasi. Domethënë këtu kanë ardhur përgjithsisht Korça apo nga pjesa juaj e Lekasit? Jo, këtu kanë ardhur nga të gjithë. Nga të gjithë.
çfarë konkretisht ju keni ambient ku i gatuani, ku i keni këtë biznes? A i keni nga shtëpia, domethënë Gjitha janë të gatojnë. ju prodhoni dhe shisni, kështu? Pa. Po. Cilat janë ato kërkesa që kanë shqiptarët për më tej? Byrekun edhe tranaj petkat. Edhe petkat. Edhe petat e pjekura shumë. Po. Aktiviteti juaj për sa kohësh ka qenë këtu? Kam 3 vjetë. 3 vjet. 3 vjet. Si duket, cilat janë ato që të kërkojnë më shumë këto nenat, për shembull, që kanë fëmijë? Nenat që kanë fëmijë kërkojnë tranar me qumësht, e verë, më shumë, edhe Trahani holla? trana. I holli i thonë, me qumësh, i hollo. I trash i thonë asaj që është me salcë me piperë. Është kjo? Me domate, Po. me speca, Po. edhe dhe shumë... Ne nga korça brenda i themi trahani trash, trahani hollo. Po. Kurse këtë tjetëri është me kosë, kam dhe një vetë me qumësh, nuk e se kam këtu. Po. Këto çfarë janë këto? Kjo është revani, Revani. pa. Byrek me patate, byrek me... Nga këto byrekrat, këto kush janë në kërkesat më shumë që Më i kërkuar është me qepe me domate. me qepe domate? Më i kërkuar gjithë verës qepe domate dhe spinaq. Po. Domethënë aktiviteti juaj është nga shtëpia dhe shkon direkt në sipas kërkesave për familje të shtëpitë, ëh? Shumë mirë. I kanë presta kush merr më porosi. Po online ju bëni, për shembull kush kërkon? Që mund t'i shkojnë për shembull këto që mund t'jenë në... Në Urbana jo ka 30 vjetë që ben, po këtu ka 3 vjetë që po shet. Se ka 30 vjetë që ka me këto punash në Shqipëri. Ashtu, ëh? Ashtë ka pari Kors. Kjo thon nga Lekasi tash. Po, Lekasi ka si... Aty është edhe opari, Po, ëh? aty është edhe opari. Edhe opari. Shumë mirë. Atëherë ne turojmë që të keni sa më shumë, domethënë nga këto lloj gatime se shqiptarët janë pak afër këtyre brumrave dhe pranë këtyre dhe ju mungojnë apo jo, ëh? Po, kërkojnë shumë. Byrek, trana, petat e pjekura. Mirë, unë të uroj që ju të jeni kështu me këtë zell, me këtë dashuri për t'ju sjellë sa më afër këto gatime tradicionale të gjithë shqiptarëve këtu në Filadelfia dhe uroj që të vish edhe ande nga New Yorku, nga vendet e tjera. Sikur se thamë edhe pak më parë që ne do të marrim një nga ana e përgjithshme të gjithë aktivitetit këtu, por ne thamë 3 leçja. Kjo është ajo si e quajti Eva këtë? Me shumë dashuri, si? Me dashuri, ëh? Ju nga jeni? Nga Tepelena. Sa gatuhet 3 leçja në Tepelenë? Se këtë fundi besoj se do të thënë ka kaluar pak më pas. Po, ashtu, ëh? Së vos të festave. Po, si e pat ju për herë të parë kur dëgjua që do bëhet një panair gatimi? Se pash nga Eva, edhe thjesht ishte e pa që të provoj dorën me testeçe. Dhe doja që të shikoj një notë na publiku, që na dojnë, si e kam bërë dhe ndova që të vija për të parë. Aktiviteti juaj është nëpërmjet nga shtëpia, apo keni aktivitet biznes kështu që vetëm nga shtëpia? Si duken ka kërkesa nga shqiptarët apo ku shqiptarët janë vetëm apo edhe amerikanë? Do shta e dua me qik shije të ndryshme, me gjëra të ndryshme lartë. Po? Si punë, si trestetji që është, atë bazën e duan në amerikanë. Përveç 3 leçes, çfarë tjetër keni ju? Kjo është e pa që unë provoj këtë gjë. Edhe thjesht doja një notë nga publiku, po i pëlqente mund të hap diçka tjetër më vonë. Po. Po gjithë tjetër nuk bëhet në trestetje. Vetëm 3 leçe. Mirë, ne turojmë që të keni edhe gatime të tjera, ëh? Domethënë siç provuat këtë radhë, do të keni mundësi se tash do bëhet tradit ky festival, ky aktivitet panair, ëh? Kalofshi mirë atëherë. Në radhë parë ne u njohëm pak nga ky aktiviteti juaj, quhet Global, ëh? Çfarë konkretisht? Glass design. Na shpjegoni pak çfarë konkretisht keni ju këtu? Ne bëjmë residential edhe bëjmë showers, doors, bëjmë Do të thënë gjithçka është për shtëpinë, një shtëpi e re, ëh? Commercial, residential, çdo gjë, xhama, alumina, shkallë bëjmë, dyer, storefronts për restorantet, për bizneset e ndryshme, çdo gjë që është
14 Sa afër shqiptarëve jeni me biznesin tuaj, me këtë aktivitet? Shumë afër. Prej vitesh, Po. 27 vitesh që jetojmë. Biznesi është vetëm 10 vjet. Po. Kemi hapur edhe një deg në Florida, në South Florida. Në Boca Raton, për të qenë saktë. Edhe por e kemi edhe këtu e vazhdojmë biznesin, kemi hapur vetëm një deg atje, është vetëm për janë 2-3 vjet kemi hapur një deg atje. Shumë mirë. Unë ju uroj që të jeni sa më afër këtyre shqiptarëve tanë, jo vetëm në Filadelfia, por dhe ande nga New Yorku, se edhe ne kemi nevojë ande. Edhe në vende shumë të tjera, kudo që janë shqiptarët. Shumë faleminderit. Jemi këtu për të gjithë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Ato me kapet, ato vetëm me kape ka këtu çfarë kemi ne tash? Si quhesh një? Quhem Mirjeta Myrtaj. Nga jeni jo? Jemi nga Gjirokastra. Nga Gjirokastra. Tash ky biznesi jot erdhi nga Gjirokastra, po Biznesi tim u formua këtu. Biznesi tim u zhvendos nga Greqia. Nga Greqia. Formua aty, u formua pak në Tiranë, u formua dhe këtu në Amerikë, dhe tash ofrojmë 4-5 shërbime. Për vetullat, për bluzët, për sy, të ndryshme. Ky aktivitet ka ardhur, do me thënë, me të gjithë ato esencën që nga Greqia, apo keni edhe ato kërkesat që, do me thënë, ato mënyrën, ato formën që përdoret këtu në Amerikë? Ne kemi sjell një panel evropian në bukurin amerikane, sepse ishte nevojshme. Sa afër biznesit tuaj janë shqiptarët? Apo keni dhe burra? Gratë Vi dhe burra? zonja, burra për momentin nuk kemi akoma, Nuk kemi. por i mirëpresi. Gratë dhe zonja shqiptare janë shumë afër. Çfarë konkretisht bëni ju? Vetëm vetullat, pjesën e Procedurat fytyrës? vetullave, microblading, powder brows, combo brows, eyeliner, lip blush. Aktiviteti juaj është këtu në Filadelfia, po vetëm Filadelfia. Ne ju urojmë që të jeni sa më afër shqiptarëve. Faleminderit. Edhe të jeni të pranishëm në këto aktivitete, sepse edhe shqiptarët njihen se në shumë raste që ne se tani në rritur këto aktivitetet, edhe gratë gjën e parë që kanë, thonë ku do vend të zbukurohemi. Bukuria është e domosdoshme për grua natyrisht, edhe i mirëpresim të gjitha gratë, zonjat, por edhe burrat. Shumë falenderit edhe aktiviteti juaj u zgjerof edhe më shumë. Nga jeni ju? Jam nga qyteti Fierit, nga Shqipëria. Nga Fierit. Ju sa vite keni këtu? Këtu në Filadelfia? 18 vite. 18 vite. Tani sot keni për herë të parë këtë lloj aktiviteti të këtyre gatimeve, si e shikon? E ka për herë të parë që do vi, se bëhet festa traditat e Shqipërisë, edhe unë kam besën e ti, besën aty Sofien me të kapuçin. Sofien sa po e intervistova. Sofia para sa ditësh kishte ditëlindjen, Edhe 100, edhe 100. Faleminderit, gjithë mirat, Përpiqesh ti mësosh e byrekun, ha? mbaj i rrit me kënaqësi. Të pëlqejnë këto panajiret gatime këtu? Shumë kemi mall për Shqipërinë, se kemi vite që kemi ikur dhe unë kthehem herë në 2 vjet. I gatua në shtëpi këto gatime Po, këtu? i kam gatuaj. Domethënë i mban fëmijët me atë traditën shqiptare, Traditën e shqiptare. Shumë mirë, unë të uroj t'ja kaloni sa më mirë sot. Edhe ju keni gjithë të mirat, sa më shumë ceremonira dhe gëzime të keni. Gjithashtu Të shqiptarët dhe urojmë një futore të mirë të pastër në Shqipëri. Po. Se i shikojmë të gjithë arrim në YouTube tër natën e tër ditën. Po. Ja kalofshi mirë atëherë. Faleminderit. Shëndet. Nga të kemi një nga je. Unë jam në Tirana. Në Tirana? Kemi 3 veç atje. Linderi Tiranë, por origjinë Korçar nga babai dhe mamaja. Nga cili vend i Korçës? Gjergjevica o pari. Gjergjevica, e di shumë mirë. Babai, kurse mamaj nga Selenica e Ersekës. Sot kur more vesh për këtë aktivitet gatime, byrek, se ne Korçarët i kemi qef këto byrek. Është nusja. Shnusja. E. Se ke problemi me këto byrek, gatime, jo. për byreke, për këtu. Je deri këtu. Mos më thuaj. Si duken, se ti edhe aty brenda, e ka në madh njerëzit, domethënë shqiptarët këtu për këto gatime. Shumë. Edhe amerikanët kur i provojnë, i Duken pëlqen. diçka e veçantë. Ka pas raste në 2004, 2008 me shok amerikan, i kam dhënë byrek, e kam pëlqyer. Jashtë mase, me kungull, me qepe domate, me mishe me qep. Qa është kjo thënë? Nuk është pica, i thëmë. Mos i ngatroni brumin me byrekun. Byreku është byrek. Edhe thënë ata jashtë Është më bio, është më brëndësi. Me të vërtetë e kam pëlqyer. Edhe amerikanët.
Këto aktivitetet për këtë lloj gatimi si e shikon? Që dhe Kjo është një gjë e mirë se i mban shqiptarët bashkë, komunikim. Kemi edhe, kam që në 2002-shin. 2002. Që 2002-shin. Vetë në Shqipëri? Vete, çdo vit. Po dhe ty së mungon e gatimi, se kur themi ne do vem ta ndonjë lakror. Jo, gatimi nuk mungon, po për shembull kur shkojmë në Shqipëri, na pëlqen të shkojmë Durrës, në Vlorë, Sarand, po më i bukur është në Voskopoj. Po në ato biset tua në nga Legës janë Edhe andej në shkojmë, po në Voskopoj është gjë e jashtëzakonshme. Sa ty vazhdojnë çfarë? Ka. Nuk kam vite që s'kam qenë. Unë Nuk është bërë pak turistike, kështu që të vënë njerëz. Voskopoja po, jo në vendet e fellat, jo deri atje, se nuk ka rruga është rrugë makine. Mirë unë të uroj që t'ja kaloni mirë sa. Ashtu gjithashtu. Edhe shihoni sa më shumë këto byreqet, se këtu shion më mirë se brenda në shtëpi. Po. Faleminderit, gjithë mirat. Çfarë po ata shi trileçen apo byrekun? Po i shikoj njëra atë njërë këtë. Byrekun? Nga jeti? Nga je? Nga Tirana. Nga Tirana? Byreku është i Korçës apo i Tiranës? Apo e pe byrek? Sa të merr malli për byrekun? Shumë. E gatuani ju këtu apo? Po e gatuam. E gatuam? Po ne gatuam me spinaq, më shumë. Me spinaq? E ke nenën tu prindrit? Jo, jetoj me burrin, me fëmijën, edhe me vjerën dhe me E gatuan ti E gatuam byrekun? vjera. Vjera? Po ti? Sta kam mësuar? Nuk është se ti. Po trileçen e bëni? Po e bëj. Se ju Tiranës e bëni shumë këtë ditë. e bëj vetë. Me sa di unë? Fërgesin trileçen i kini tuaj. Edhe po të mirë. Si, kur e more vesh për këtë aktivitet si te? Do shkojmë patjetër. Më shumë më pëlqen kur organizohet me shqiptarë. Të pëlqen të jetë në vazhdimsi kjo aktivitet? Absolutisht po. Absolutisht. Isha edhe për ditën e verës. Për ato ballokumet, Po, edhe u kënaqëm shumë. Kënaqesh. Atëherë unë të uroj që ju t'jeni dhe t'kini sa më shumë nga aktivitete dhe ta shihoni sa më shumë trileçen edhe byrekun. Ja shumë mirë, ja shumë shishme. Miru pashi. Edhe njerë hemrin si e ke? De Ajda, sa vje që e ke? 7. Çfarë po bën tash këtu? Unë po hap këtë pecën, edhe unë e kam matematikë tani. Shkon në shkollë ti? Po. Po byrek ditë bësh? Po. Kush ta ka mësuar? Nëna Luli. Nëna Luli? Është gjyshja jote, nëna jote? Po. Po, vetë byrek bën ti? Po. Pa të shikoj njerë unë të si e bën ti? Unë Pa të shof njerë pa. Edhe unë. Është e imja. Bën edhe ti? Pa të shikoj të shikoj. Si e ke emrit të keqen Gjaxhi? Ajla. Ajla. Sa vje që je ti Ajla? 6. 6. Çfarë po bën ti? Bëj peta. Po bën byrek? Po. Kush ta ka mësuar byrekun? Ne kam mësuar mami të bëj. Mami. E di ti prej nga je? Unë? Po. Unë nuk e di. Nuk e di? Unë nuk e kam mësu akoma. Ne ke flet më shumë shqip ti Albani? Me nenën, me mamin, me babin, me kja? Me babin, sepse Me babin sa më shumë? Po. Çfarë po bën ti tash, byrek apo petur? Byrek. Byrek, me çfarë do ta bësh? Nuk e di çfarë do ke. Me domate apo me? Nuk e di. Pa shikoj unë këtu, si e ke emrin ti? Mami me Sofia. Sofia! Nga je ti Sofia? Sa vjeç je?
Çfarë po bën ti këtu? Çfarë është kjo këtu? Byrek? Byrek? Po çfarë? Wow! Kush ta ka mësuar ty? Ja të shikojmë çfarë po bën ti këtu? Po ti si e ke emrin? Kristi? Isti! Po çfarë po bën ti dhe ti djalë ke bën ato? Kush ta ka bërë byrekun? Kush nena? Zana! Wow, pa të shikojmë ne si dini të bëni ju këtu. Hajde! E pra miq të nderuar bashkëdhetarë, nëpërmjet këtyre duarve të vogla që shpresojmë të vazhdojnë atë traditët e këtij lloji gatimi. Kështu që miq të dashur, ju përshëndes dhe do të shihemi në emision e radhës. Kështu që mirupafshim edhe me të gjithë këta fëmijë këtu.